Ju përshëndet atë politikës sarë që sidomos kur të rëzohet qeveria. Më kujtu ajo hiti pa kontestushëm, një prej baladave që sarë në thejet zemra në i rikthejemi të qëti madhe i vogël. Si shte sa e bukur dashuria, sa e ëmbël simpatia, sa e rëndë qenë tratia. Fatkeqësisht që... Sa e ëmbël ministria, sa e bukur qeveria, sa e rëndë qenë ka... Tradhtia, pastaj edhe xhelozia. Prapse po lidhemi domethënë secili, apo sheh që secili segment i jetës, secili profesion, domethënë edhe ata që merren me politikë. Në kongët tona zgjen çka do që aty ne ju ndodh. Qëse e bojnë punën mirë për çka dhe kanë kërku votën për neve, kanë me gjetë vetën në kongët, në tekstet e këngëve tona. Nëse kanë rrajt elektoratin e tyre, që po ndodh fatkeqësisht shumë shpesh, edhe aty kanë me gjetë vetën. Nëse e kanë tradhtu elektoratin e tyre, prap e kanë në kongët mia, po dhe të kolegëve tjerë. Nëse kanë bo vepra të cilat do t'jesin përjetësisht gjallë, binduni që edhe aty kanë fjalë, edhe kanë një bazë komunden. Ndëgjova para se me ardhë në emision, duket ishte telefonata e parë, e bënë një kërkesë, një nderum për kongën e Batses Adem. Absolutisht me të drejtë, para se kom ja këndu një fragment shkurt për të madhit Luan Zhegu që ka bërë një kongë për Adem Demaçin, unë sa ishte presidenti Rugova Gjallë, me klubin e futbollit Prishtina u bënëm kampion edhe na ftoi presidenti me shkumja që në atë kupën e Kosovës edhe në adhuroj po. Edhe një djalë kështë e bo një tekst për presidentin, edhe unë e gjeta një moment, thash president, një tekst më ka shu, thash një djalë shumë i mirë, thash po, kësha pas dëshirë me ta kushtu një kongë. Tha që këto pe të regoj për herë të partë, kur se kom të regu deri sonde. Tha, unë nuk dëshoj si ti ja thu mas miri. Tha, po, pashta unë e kom dosh shumë edhe ka qenë njeri i urtë dhe atë fjali hende e kam frest në kokë. Tha, ne që merë me politikë. 5 minuta pa vdek, tha, e bojmë bërlok. Tha, kështë që, mës e këndos atë jam gjallë, tha se pak para vdekes ku me ditë mës e bojmë në i gabim, tha, konga hecë sunë e nalëm, tha bova kijuna, apo aj tjetër, kështu që kështë e pas shumë të drejtë, edhe kështu që këtyre të gjallëve nuk ju këndohet përfundimisht, pavarësisht kush do koft, edhe pse është dasht me ju këndu të gjallëve, sepse që se dikush e meriton, po nuk garantohet thonja presidentit që para se me vdekje e bëmbërlok. Kështu që sepse çdo njeri që e meriton në mendoj që në këtë botë, duhet t'i kushtohet konga, duhet t'i bëhet një bus, sepse ta shion ai për së gjalli, për atë veprimtari që çdo profesionin që ka bërë përpara. Mirë, po kjo është ajo modja, sa i përket ikonës së kombit, Adem Demaçi absolutisht. Jo që e meriton, po e meriton definitivisht shumë më shumë se që ndoshta ne mendojmë, mirë po kështu ka qenë kjo. Po thotë që Luan Zhegu i ka bërë këngë. Luan Zhegu ka bërë një kohë, po mënej shumë më herët, sa ka qenë gjallë, e ka bërë një këngë e cila nuk e di pse. Nuk ka hes, nuk e di pse e kanë hek pe rrjeteve sociale, pe YouTube-s e tjera, po e ka për shembull një pjesë të tekstit e cila thot shumë kjo është ban gajret Adem Demaçi, se për ne do t'jesh pishtar, pasha besën do t'a falim, kur Kosova nano hej. Donë është një përësi e jashtëzakonshme, edhe unë do të mundohme që jo dhe pse e thaj zotriu në fillim, po e kom pas ka herë mu ka sjellë në përkry që thjesht të marrë një leje, sepse tash është mbrojtja drejtës të autorit edhe normalisht që me kënaqësi do ta përpunoja ose po i ftoj nga ky emision publikisht gjithë ata cilët bëjnë tekstet me filtra absolutisht le të më kontaktojnë edhe me kënaqësi më të madhe. Nuk është kjo këngë në YouTube edhe në kohën kur Basadem ka qenë përfaqësues politik i Ushtrisë Kombëtare të Kosovës, unë kam qenë edhe pjesë e zyrës së Basadem, kështu që mund të takon edhe ashtu. Pak kontributi ytë në luftë është për të shmuar, është për të marrë lakmi, gjithë kontributi. Po, një gjë që unë e bisedoj zakonshëm me artist këtu, që ti bën përjashtim pozitiv fatmirësisht prej tyre, pse ka një lloj heshtje të artist